nga një ide e thjesht për të plotësuar orët e mosimbesimit, ka marrë formën e një udhërfyesi të veçantë për edukimin e brezit të ri. Libri Etika e besimtarit të ri nga autori Zenel Hajdini kthen vëmendjen tek vlerat që formosojnë karakterin e fëmijës. Libra Etika e besimtarit të ri ka ardhur si ideja sajna që kemi dashur me plotësu orët e mësimbesimit që i kemi mbajt këto në xhami. Kemi pa që ka pas mungesë të këtij materiali. Fillimisht është bërë si skript, edhe temat i kemi zgjedhur vetë për ata që i kemi pa të nevojshme që kanë nevojë fëmijët të marrin këtë etikë edhe ta formojnë personalitetin e tij si besimtar i vogël apo i besimtar i ri. Tematikat që trajton libri synon që çdo fëmijë të rritet jo vetëm me dije, por edhe me edukat, siç thekson edhe autori. Një fëmijë që hyn në xhami duhet të dalë prej saj duke marrë mësime që reflektohen në jetën e përditshme. Pikërisht këto vlera që lidhen me formimin e tij si besimtar në aspektin edukativ përçohen përmes një gjuhë të thjeshtë e të kapshme, të shoqëruara me ilustrime që e bëjnë mesazhin më të qartë për fëmijët. Etika përmbledh disa tema që kanë të bëjnë me edukatën e besimtarit. Këto janë të përfshirë temat edukatën apo sjelljen tonë që kemi ndaj Allahut, ndaj librit tina, ndaj pejgamberit tina, pastaj sjellja jonë që dohet jetë në xhami, jetë në shkollë, jetë në rrugë, edhe kemi pas për qëllim që me bë këtë libër që një fëmijë i cili vjen në xhami, përveç mësimeve që i merr në aspektin fetar apo mësimet që e bajnë që ai me dashur Zotin, pejgamberin e tij, librin e tina, kemi dashur që ky nxënës kur del prej mektebit apo prej xhamisë të dalë duke marrë mësime edhe në edukatën e tina që i nevojitet në jetën e tina të përditshme. Në ajo që e ka veçu këto është ilustrimet që janë bën brenda temës. Janë ato ilustrime që ai shumë ma lehtë e ka për me e kuptu temën, edhe pse gjuha që është përdorur në libër është një gjuhë e thjeshtë, edhe është e kapshme për fëmijët. Për arsye se para se me ardhë botimi i këtij libri, ne e kemi provu që edhe një fëmijë prej klasës në dytë ose klasës tretë, kur ai mund ta lexojë librin vet, ka mundësi me kuptu tematikën e sajna. I shoqëruar me fletë pune dhe aktivitete praktike, libri nuk mbetet vetëm për lexim, por shndërrohet në një përvojë konkrete mësimi për nxënësit. Libri po mësohet edhe në xhami gjatë orëve të mësimbesimit, ku nxënësit përmes leximit dhe përvojës së tyre tregojnë se ky libër nuk është vetëm një tekst, por një udhëzim i dobishëm për jetën. Fillimisht na temën që është në libër e marrëm edhe e lexojnë njëri prej nxënësve, e lexon një pjesë apo një paragraf, ne e sqarojmë atë paragrafin që e kemi lexuar. Pastaj vazhdojmë me dytin, tretin deri të vjen në përfundim të temës, edhe në fund tani e shikojmë se çfarë ka përfituar nxënësi prej kësaj teme që e kena lexuar. Për arsye se nganjëherë ka temë që ka edhe rregulla, për shembull në brenda xhami ai ka më mësuar edhe doan kur të në xhami edhe kur del prej xhamisë. I jep pak që edhe dohet me mësu pak përmend që jo vetëm me lexu këto, mirë po dohet me e përdorëm edhe sikur me dhënë detyrë shtëpie, që ai mos me ik tema vetëm ashtu, mirë po me kujtu edhe të shtëpia që me pas diçka me mësu përmend. Pastaj e kena fletën e punës që është ato, edhe e kena basit ajo praktika që është përdorur, që ai do të më përgjigj pyetjeve që janë brenda fletës së punës ato. Ky libër është shumë i dobishëm. Në bazë të këtij librit ne mësojmë edhe për jetën e përditshme, që çfarë sjellje duhet mi pas një besimtar. Nga kjo libër kemi mësuar shumë dhe besoj që do të mësojmë edhe deri në përfundim të saj. Nuk është vetëm mësim i mërzitshëm vetëm me shkronja, por edhe me vizatime e ilustrime. Falënderimi ndaj njerëzve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush nuk falënderon njerëzit, nuk e ka falënderuar as Allahun.
Nëse dikush na ndihmon, na dhuron diçka, duhet të themi faleminderit. Kjo fjalë e vogël e gëzon zemrën e tjetrit dhe e bën shoqërinë më të bukur. Koha duhet të shfrytëzohet për punët të dobishme si për të mësuar mësimet e shkollës, për të ndihmuar në punët e shtëpisë, për të lexuar Kur'an, për të falur namazin. Në një kohë kur sfidat për të ruajtur edukatën janë gjithnjë më të mëdha, nisma të tilla marrin një vlerë edhe më të veçantë. Po në kohën tonë tashe bashkëkohore apo moderne, sfida për me ru edukatën është më e vështirë, për arsye se rrjetet sociale e kanë bë ata të vetën, pastaj këtë fëmija nuk e merr si model dikan që është real tamam. Mirë, po ai mundohet me marr model një influencier që e bën një video edhe ky menon që ai ka arrit gjithçka. Pastaj është koha që po mendojnë që çdo gjë arrihet me një hap, e formimi i edukatës është që merr ku, edhe dohet me pas dorim për me arrit këtë edukat. Për ata, unë i këshilloj fillimisht veten, mirë po edhe secilin prind, edhe ata që na kanë mundsu fëmijët që i binë këto në xhami, mirë po edhe ata që nuk i dërgojnë deri tani, është mirë që fëmijët e tyre të vinë nëpër xhami edhe të mirët edukata tamam e mirëfillt siç dohet, për arsye se këtë përgjegjësi e kena ne si prind, pastaj e kanë edhe mësues në shkolla, mirë po edhe shoqëria rrethi ku jetojnë. Librin mund ta gjeni në librarinë Dituria Islame në Prishtinë.